Një shpërthim i fuqishëm tronditi mbrëmjen e 28 majit në burgun e Fushkrujës. Rreth orës 21:00 një zhurmë e fortë u dëgjua në ambientet pranë gjeneratorit të burgut, brenda rrethimit të jashtëm duke alarmuar autoritetet dhe banorët e zonës përreth. Policia e shtetit njoftoi mënjëherë për ndërhyrje dhe aktivizoi të gjitha strukturat përkatëse, përfshirë shërbimin e kontrollit të brendshëm të burgjeve dhe prokurorinë. Sipas të dhënave paraprake, në vendin e ngjarjes është konstatuar një grop në tokë, çka ngre dyshime për përdorimin e një sasie të konsiderueshme lëndë plasëse. Fatmirësisht shpërthimi nuk shkaktoi viktima apo të lënduar dhe dëmet materiale janë të kufizuara, kryesisht në infrastrukturën ndihmëse të furnizimit me energji. Ekspertiza fillestare sugjeron se eksplozivi ishte i natyrës artizanale edhe me bazë nitrat, një sinjal për një veprim të mirë organizuar me qëllim të qartë dëmtimi. Por ndërsa hetimet janë në vijim, një pikpyetje e madhe ka dalë në dritë dhe ka ndezur debat mes institucioneve shtetërore. Ku hodh saktësisht lënda plasëse, brenda apo jashtë burgut? Sipas policisë së shtetit, shpërthimi ka ndodhur brenda rrethimit të burgut. Ndërkohë drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka munguar se eksplozivi është hedhur në zonën e jashtme, pranë rrugës kryesore dhe se perimetri i brendshëm që mbart jetën e të dënuarve nuk është cënuar. Kjo mospërputhje mes dy institucioneve ngre dyshime për ngjarjen, ndërsa grupi hetimor vijon të analizoj pamjet filmike dhe dëshmit nga vendngjarja. Në lojë është jo vetëm e vërteta e kësaj ngjarje të rëndë, por edhe siguria e një prej institucioneve më të rëndësishme të sistemit penitenciar në vend. Në këtë situatë, pyetja që qëndron pezull dhe kërkon përgjigje të qartë është: a është shpërthimi një kërcënimi drejt për drejt nga jashtë, apo një fakt i organizuar që ka depërtuar brenda perimetrit të sigurisë?